Good afternoon, everybody, and welcome to the weekly press briefing Dhe mirë se vini në informimin e avort të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar në zhvillimet e fundit në gjykatë dhe mundësinë për të bërë pyetje. Në çështjen e Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Adil Fazliut, Isnik Kilajt dhe Haredin Kuçit në lidhje me pretendimet për ndikim të palishëm ndaj dëshmitarëve, më 26 janar, gjykatësi i çështjes lëshoi një vendim në lidhje me një dëshmitar që prokuroria planifikon ta thërras në gjykim. Gjykatësi vendosi të shtyjë marrjen e vendimit nëse ky dëshmitar konsiderohet ekspert dhe nëse raporti dhe materialet shoqëruese të dëshmitarit mund të pranohen si prova pasi dëshmitarit të ketë dhënë dëshmi, siç u kërkua nga mbrojtja. Mbrojtja kishte njoftuar më parë se të kundërshtonte dëshmitarin si ekspert, si edhe pranimin e raportit. Kjo procedurë ndjek rregullën 149 të procedurës dhe të provave lidhur me dëshminë e dëshmitarëve ekspert. Në të njëjtën çështje, më 27 janar, gjykatësi i vetëm i çështjes miratoi një kërkesë të prokurorisë për shtimin e numrit të lejuar të fjalëve për një parashtrim mbi pranimin e provave, pasi kishte miratuar mbrojtjes shtimin e numrit të lejuar të fjalëve për një parashtrim të ndërlidhur një javë më parë. Më 28 janar, gjykatësi i vetëm miratoi kërkesën e mbrojtjes së Thaçit për shtyrjen e fillimit të gjykimit që më parë ishte planifikuar për më 24 shkurt dhe caktoi 27 shkurtin 2026 si datë të re për fillimin e tij. Gjykatësi i çështjes gjykoi se kanë ndryshuar dy faktorë të rëndësishëm për fillimin e gjykimit. Caktimi në mënyrë përfundimtare i 2 ditëve shtesë për deklarata përmbyllëse në çështjen për krime lufte Thaçi dhe të tjerët më 16 dhe 18 shkurt 2026. Dhe qartësia më e madhe për kohën që do të nevojitet për marrjen në pyetje të dëshmitarëve të ZPS-s. Në gjykimin e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, kujtojmë se deklarata përmbyllëse janë planifikuar të mbahen nga 9 deri më 13 shkurt dhe më 16 dhe 18 shkurt. Seancat janë planifikuar të fillojnë në orën 9 dhe të përfundojnë në orën 16:30 dhe mund të ndiqen përmes internetit në 3 gjuhët e gjykatës, shqipe, anglisht dhe serbishte, përmes transmetimit në faqen e internetit të DSK-s me 45 minuta vonesë, ose nga galeria publike në ndërtesën e gjykatës në Hag. Rendi i ditës për deklaratat përmbyllëse është bazuar në vlerësimet e deritanishme dhe mund të ndryshojë. Për shembull, në qoftë se një palë merr më pak kohë nga sa është parashikuar. Për shkak të interesit të madh për përcjelljen e seancave gjatë këtyre ditëve, regjistrimi paraprak është i domosdoshëm për të ndjekur seancat nga galeria për publikun në ndërtesën e gjykatës në Hag. Afati i fundit për regjistrim paraprak është nesër, 30 janar. Versionet e redaktuara të parashtrimeve dhe vendimeve në lidhje me kërkesën e Salim Mustafës për lirim të përkohshëm të dorëzuar në dhjetor të vitit të kaluar, janë tani në dispozicion në faqen e internetit të DSK-s. Sikurse pasqyrohet në parashtrime, gjykatësi i vetëm mori në shqyrtim të hënën më 22 dhjetor kërkesën e zotit Mustafa për të vizituar babain e tij në spital dhe pa atë ditë ai lëshoi një vendim në të cilin nuk kërkoi palëve dhe zyrës administrative të dorëzonin parashtrime të mëtejshme. Të nesërmen, mbrojtja dorëzoi një parashtrim shtesë se dokumentacionin mjekësor të përditësuar. Në kohën kur babai Salim Mustafës ndroi jetë më 25 dhjetor, gjykatësi i vetëm ende nuk ishte përfunduar shqyrtimin e parashtrimeve të mëtejshme. Më pas, gjykatësi i vetëm ftoi mbrojtjen të bënte të ditur nëse dëshironte të ndryshonte kërkesën e parë, ndër të tjera të vizituar varrin ose anëtarët e familjes. Mbrojtja informoi gjykatën se nuk do të dorëzonte ndonjë kërkesë të mëtejshme ose të ndryshuar dhe rrjedhimisht, gjykatësi i vetëm deklaroi kërkesën të tejkaluar. Më shumë hollësi lidhur me parashtrimet mund t'i gjeni në faqen e internetit.
Në lidhje me programin për komunikimin ndërgjegjësim të DSK-s, dëshirojmë të përsërisim informacionin e dhënë javën e kaluar, se qëllimi i aktiviteteve të përcjelljes së informacionit është që të ofrojnë informacion bazë për mandatin dhe veprimtarinë e gjykatës, t'u japin njerëzve në Kosovë mundësinë të shprehin pikpamjet e tyre dhe mbi të gjitha të përgjigjen pyetjeve që mund të kenë. Informacioni që jepet gjatë këtyre aktiviteteve është I njëjti informacion që mund të gjendet edhe në faqen e internetit të dhomave të specializuara. Gjykata është një institucion I ndarë nga zyra e prokurorit të specializuar dhe programi për komunikim ndërgjegjësimi administruar nga zyra administrative si organ asnjëanës I gjykatës nuk përfaqëson as prokurorinë dhe as mbrojtjen. Prezumimi I pafajësisë së një të akuzuari komunikohet qartë. Në informacion që përcillet nuk përfshihet përmbajtje politike apo ideologjike. Gjykata raporton rregullisht në informimet javore me mediat në faqen e internetit. DSK e vlerëson të rëndësishme të dëgjojë mendimet e njerëzve në Kosovë dhe të përgjigjet pyetjeve të tyre përmes programit për komunikim ndërgjegjësim. Kaq kishte nga ana jon, nëse ka pyetje, do të përgjigjem me kënaqësi.